shqiptarës. Që i urojmë shumë fat me Letonin. Dhe me që mbyllëm dhe sigurisht ndeshjen që kishim me Serbinë, ne kishim barazim 0-0, po gjithsesi, unë dua që të më zgjedhësh një gjë shqiptare. Një gjë shqiptare, zgjedh dot apo? E improvizojmë dot? Po. Nuk të vendosa në vështirësi. Jo, absolutisht jo. Do një intro të një pjesë që gjithmonë ne shqiptarët na frymëzon shumë. Një motiv i profesorit Cezadeja që gjithmonë kur e dëgjojmë te filmi Skënderbeut na emocionon të gjithëve. Atë motiv e kam marrë, e kam përpunuar dhe kam realizuar një rapsodi për kitarë, po në sot studio do luaj vetëm pak introduksionin. Albanian Guitar Festival, isha me krijuesin edhe profesorin Deniz Bishga, do të luaj një pjesë për të mbyllur për gjithë ata që ndoqën intervistën edhe programin People sot. Mos harroni, do të jetë me datë 13 qershor vazhdimi i festivalit në Tiranë në sallën Tonina Rapi, që do të jetë Barcelona Duo, një super performancë, do të jetë 14 qershori në orën 19:00 në kishën e Shëlbeumit në Rubik. Pse jo edhe një vizit atje në një trashëgimi kulturore edhe historike për ne, në pedonarjen e Himarës në 21 qershor nga Grompeni, edhe kam përshtypjen që në Himar do ketë super spektakël, ashtu siç na prezantoi edhe profesori. Gati për të mbyllur. Faleminderit shumë. Mirela Milori pas pak, vazhdoni që ndroni në Euronews, gjithë mirat.